Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio. Natyrisht dëshiroj që dita t'ju shkojë e mbar, e bukur dhe plot humor. Sepse i ftuari im i këtij mëngjesi ka këtë cilësi, pikrisht humorin, i cili është i parë, i bukur i Shkodrës, i zgjuarësisë, i intuitës, i çdo gjëje që ndjell një shpirt të bukur, pozitiv dhe të ngrohur që më mëngjesin e parë. Natyrisht sfera e tij e humorit rrok një hapësirë të madhe sociale, sepse ai ndiqet nga shumë njerëz, nuk mund të them numrin sepse mund të gaboj, por gjithsesi humori i tij është mjaft i pëlqyer. Nuk është aktor humori, por në hapësirën e tij ai rrok një publik shumë të gjerë, me tematika të larmishme, kryesisht aktuale. Ai rrëmbën vëmendjen dhe kënaqësinë e shumë ndjekësve të tij. Me mua, sot në studio, është humoristi Fatmir Bashli. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jam shumë mirënjohës për vlerësimin, për gjitha fjalët, inshallah i meritoj. Mu më duket pak sepse gjithmonë mendoj se humoristët janë bamirës të mëdhenj, që do të thotë ata qëndrojnë në shpirtin e njerëzve dhe çlirojnë ndoshta nga ndonjë ngërç që natyrshëm njeriu ka dhe natyrisht i japin impulse pozitive. Pa normale, me dhënë pozitivitet është shumë gjë e mirë, me fillu ditën me humor, me kriju gjanje humorit, gjanje kënaqësie shpirtërore me miq që të rrethojnë, është kënaqësia që më tepër kur marrë vlerësimet. Po natyrisht. Ju e filloni zakonisht nuk ka ditë që të mos e filloni me këmbën e mbar me humorin tuaj. Po edhe është një ndër synimet e mia që unë qohem zakonisht heret. Edhe gjën e parë që i bëj, paka shumë si 80% e shqiptarëve, po hop syt, hopin Facebookun, hopin rrjetet sociale, masandaj hopin syt, edhe shkruaj ata që më vjen aty në mendje, mundoha me bane batu që njerëzit kur qohen magare të fillojnë ditën me i buzëqeshje, kaq është i qëllimi Është jem. dhurata e parë që ju jep njerëzve. Kaq është qëllimi jem, se edhe ndihem mirë me fjalët e mira, nga orimet, nga gjithçka e mirë që kam shkruar deri sot, më duket se Ky humor ju vjen gati natyrshëm, apo mendoheni për temën, për atë që ju ka ngacmuar një ditë më herët ose? Tash ne na Shkodran. Humori është i lindur, ne i kena në genat është i lindur. Në Shkodër dikush spikohet më shumë, dikush më pak, por që ka humor ka në Shkodër, se nuk mundesh të humor me bë, nuk po dënë me përmend emra qytetesh e kështu, po s'mundesh me bë dikon tjetër këtë humor. Se humori bëhet për problemi dhe me ta kuptu dikush. Absolutisht. Këtu në Shkodër kuptohet, pa folë, si me thonë, edhe janë temat aktuale. Kryesisht në kapi ta në dhitë e ditën e tjetër, që gjithmonë me pak ironi thjerë se si që është vetë humori, si që kena mësua për e të parë, se kena pas kolloza që kena pas për e ku me mësu, edhe pra dukurit negative njën e tjetër, bëhen me një farë amelsijet jepet që edhe goditet si fenomen, por edhe duke... Në fakt, sa hodhet këmbën në këtë studio, miq tanë të përbashkët nga regjia, nga teknika, që po bënim instalimet këtu në këtë studio, gjithmonë ju e transmetuat këtë ndjesi, apo jo? Po, është, i kam edhe miq të mirë, se me të Shkodrës diskutohet që njifena njëri me tjetrin, se djeta e punë, pa janë edhe miq të mi, edhe kush nuk ka qef me buzëqesh, kush nuk ka qef. Absolutisht, po. Sidomos me fillu ditën një herë, unë besoj se është gjë shumë e mirë, kur e fillon në një forë pozitivitetit, kur është robi ashtu si për gjumë, që vëpë një gjë një batu, vëpë si kur qilin sytë, pasandaj vjen edhe kafja që ti qilë damën. Më bëri përshtypje që Meti
kolegu ynë të pyeti në punë si po shkon apo punon në punën e përditshme Fatmir dhe ju përgjigjet me një batutë aty për aty. Po, normal se unë edhe në Facebook ngacmohem shumë me nusën teme, me gruan cilën e përshnes, është fisnike, është, por ma pranon humorin. Kryesisht në po bojmë humor me njëse familjes, për mos me dalë, ma tepër se me këta halë që kanë me leti dikush ta merr për mirë, dikush ta merr për keq e kështu, që po sa ju në një aty në për vete, o me miq, o me njerëz tonë të ashtu humor prodhohet çdo ditë. Por humori familjar, besoj unë, është më i prekshëm, më aktuali. Dhe më i pranueshëm, sepse secili ndjen marrëdhënien mes gjithkush e gjen veten. Një po vika një moshi, për shembull, dikur kena thonë, gruaja kështu, gruaja ashtu, unë bëja ashtu, vika një moshi u kthej kanë të kundërtën. Me fjalë që dy do të bashkë që thonë fëmia dhe gruaja, normalisht e punë, flas për një familje normale, edhe se ka ika e kuar, ka ike burri, tash janë ata e ndryshe. Tash unë edhe me humor i përgjigj edhe me edhe që ku ka mos me shku në punë, se o në punë, o në rrugë, që si njështë. Kjo është, do më thënë, me këto dy fjalë ti dëshiroje të thoje që aktivizimi i përditshëm është jetë, është një mrekulli, por e thua në një formë humoristike. Mësë në zanati që unë përne guzhinjer, është i zanat që unë e du shumë, me fjallë, unë kam 22 vite që përne guzhinjer, është i zanat që unë e dashuroj, si me thonë, kurse humori është e lingun, atë s'kena që bëjmë, no? Humori, muzika, në Shkodër, sporti që diskutohet, ne kena në gjenez. Ju përmendët familjen, sepse familja është baza më e afërt, më ngrohtë, më e dashur për çdo njeri. Çerdhja. Dhe ndoshta personazhet e familjes tuaj janë bërë shumë të dashur, shumë të komunikueshëm. Sidomos vajza vogël po herë. Aja është pothuajse në 3-4 batutat e mia do gjindet ajo se s'bën. Në fakt ajo i përgjigjet humorit tuaj apo është thjesht tabela ku ju Unë kam 3 fëmijë, por kjo është me thonë derdhen është më tu kena më vogla, më llastuar si gjithmonë si familjet shkodane që i kena llastuar ato të vogla gjithmonë. Edhe kjo është që edhe përgjigjet, edhe tash i ka fillu një mosh më rrit pak, se deri tash e kena konsideruar të vogël, po tash thotë babë, mos më përdor. Dhe si e keni thënë, si që interpretote Hea Lohja humorin tuaj, bab, qa po bën që po fshin televizorin? Pa ishte periuda e pandemisë, pa të shkru shumë, se s'kishim që me bo. Pa të shkru shumë, jo se s'kisha që me bo, por ma tepër po dushim me dalë këtu që me këta miqtemi, me këta, kam shumë njeksa, ju e dini, me këta miqtemi, me që më rrethojnë mu, ta kalojmë sa ma ashtu se ishe periudhë shumë e vështirë për ne. Sidomos karantina. Karantina atëherë, kam shperda pa fundësisht humor. Pa fundësisht kam, që më kujtojtë, batutat vjetra të Shkodrës, batutat të reja, batutat shokëve, nuk përjetoshe i shperdasha, edhe unë kam shumë historinë edhe miqët mi që janë në Amerikë, në Kanada, në Australi, që kur më moshën e ditë pëse shkruan Fatmir se mirë pa nxitëshin, sinqerisht. U bë një ushqim i përditshëm. Atëherë, për më kthyte Heja që cilën e përshnes është një fëmijë fenomen, është artiste. Interpreton shpesh humoret tuaja. Është artiste, janë familje artistash, edhe unë e du shumë. Është vërtet një fëmijë mrekullueshëm. Edhe ajo e mori këto batutat e mia edhe i shkruvi, i interpretojnë falë që kisha shkrune, edhe ishte periuda pandemisë. Mirë për më shifë vëzën, rritet e dera për shamull, aty, edhe linshin natyrshëm, ta si ishen mësimi online, rritet e dera e shpis, i thot e gruja, që rrinë derë, hojtë e fotobrand, lene i thoshe sa dezhurën, sa du bo mësimi online, ose të fshi, atë e thot, po kjo për që qëti të fshi shpisë, s'kishë që me bo, të fshi televizorin, të fshi drasin e zezë,
kur dete në balkon, atë ko qitë mësusja në pëndej, si thushë, si... Kanë paken disa patu, ose për një të vrap atë nipin në përshpi, edhe gruja të i thonë, qa kese në qinget vrap, i thonë, konë orën e fiskulturës, ata po lëni, lidhen patutat. Kjo gjë, si që duket, ka krijuar jo vetëm kuptimin e humorit tuaj, por edhe një marrëdhënie shumë të mirë familjare, duke e kuptuar dhe duke u bërë nxitës, apo jo? Po të sheta, doshi u bërë në rreth i Fatmirit. Dojnë, pile, ata shoqet e punës të grus atje, i thojnë, po mirë më ti do të knoqesh gjithë ditën në Fatmirin. Ja, dhe nuk më knoqesh. Se, sinqerisht, unë kur vivi i lollën për punët, jo kretërësisht që dhëne që unë humorin e bëjnë mjes. Dhe vi i lollën e kur vi me fjallë bi i pëshoj. Atje, mas i pëshoj, më shkan me nësi që atje të vishte humori. Absolutisht, nështë është... Të jetosh në humorin, do të thotë... Nështë është e linu, nuk e di. Të sfidosh gjdo dalë këtë jetës, gjdo problem. Unë nuk më e si ditë në rrjetet sociale. Asi edhe i ditë mund të ketë pas në i rast kretë ashtu, por a jam gjithë ditën e a që i qetë, so me bo humorja. Por të shkam hi në një botë që, një rjallë që nisi, makar unë duke si të kur në detyrim që bëmi po atë që më shkrujnë në inbox, Fatmir pëse shke shkru, Fatmir qaki, Fatmir këshu, Fatmir ashtu unë, ose disa, unë bëj humor për punë në fukara dhekut e njëtë e këtë kujtoj se nullin mu, po jo mu është fenomen i Shkodrës. Dhe për të përmendur pikrisht këtu, ju keni shkruar në një vend, tanë mund të vdesin nga overdoza, unë mund të vdes nga overdrafti. Po pra, fakte. Sa bukur e kemi shpre, apo ja? Shumë ose që meti legendare, po thamë se u përdor në tana rrjetet sociale, doli në për portokallije, ku di unë këta u përmenin gjithkon, ishte puna që u fut me dhe karantinë dhe po ishte momenti që kryeministri po thotë lani durt, çdo sekond hapshe telefonin me la durt dhe mirë po në morunin parti. Se ka që kena në ata kohë, thëmë, pa mirë në po i lojnë durt, po këta borgjet ku kena vino. Bukur kjo. Edhe meti, meti, këj po në mësët për me la durt, thonë shumë. Po borgjet kur me i la. Borgjet kur kena me la. Edhe, qysh aty unë bile kam pa fillu me kontaktu shumë me televizore, ndërso sa kam rrit një pikë që po shkruj për një emision që i po banë i televizor. Nështë si bojmë reklam, është hap një rubrikër e një kosherja. Po, një program. Program i ri humoristik që me regjizorën Tim Bashin, dhe kena kriju kontakt dhe po shkruj. Ma në fondë isha dhe po shkruj i herë me lek se me të shkruj po. Vete me like. Me like. Më thoi sa like i mërë t'i Fatmiri dhe më like po më pa lek kur po marrin dhe kërë. Bukur, po gjithmonë të gërma lë, kështu që qëndroni atë bukur dhe kanë shumë. Të shi shala, kam shkru disa materiale, bile qysh këtë javë besaj që futet në linjë, se kur t'jepin materialet, t'jepin lekse postelonin. Megjithatë, ajo që ju nxit është ai humor që ju buron brenda vetes. Po normal, unë nuk kam shkruar kur për bile unë kam shumë miq, shumë shok që më thonë po mirë, më fat mirë. E ta gjona që ashtu pse i shkruan. Është hera e parë që ju kontaktoni dhe po i botoni, si thuash. Po, ja kam shkruar edhe më përpara, por kanë met anonim. Unë kam shkruar shumë për shkak për atë BE Kafe ka kënë një emision të Klani, ja DJ Bresi, Lude Gjebesi me Beskallakun jam me paga shumë kontakt. Edhe kam shkruar për kanë met si anonim ata, kurse sa rrallë kena lidh kontakt. Kjo ju detyron që të prodhoni vazhdimisht dhe të... Ata role që i ka morën për Siver, për shembull, siç është në disa rolet Besit që është Skifte i Regjini, janë dy bagjellat i thëjnë ati në humor, janë dy këshu. Janë të shkruara nga ju? Po. Do të shikoj me vëmendje. Dhe besej shoh kanë mu prit mirë, Besi është interpretan mirë për mu,
Beskallaku. Beskallaku, interpreton mirë dhe kena kriju një marrëdhënie besoj që të fryqme. Kam tentu unë sikur të në Shkodër nuk më kërku, po sikur të në kërkohet në Shkodër, me fjallë nuk vend dyshim. Kam pas kontakte edhe në Shkodër, por nuk po ka aktivitete. Sikur të me ashtu me dëshirë më të madhe nuk shaf anën ekonomike për Shkodër. E kam në një detyrim, se prodhimi i Gja e bukur shumë. I kam prodhimi këtij qytet. Nuk ne kam kontaktuar edhe me s'po i jap emër këtu të teatrit, më të mëdha të teatrit e tjerë. Edhe kam thonë unë keni gati në qo se ju duhet ju në ima jame. Ju vetë në skenë nuk keni dalë dhe? Ja, nuk jam nështë apërat, po duke sikur kam emocione. Kam provu një 2 herë, po ku di unë, a janë punë të dome. Natyrisht. Janë punë me shkru, po. Megjithatë kjo është diçka e mrekullueshme. Kur kontakton me ata që ju ndjekin. Dhe kam parasysh një komentues tuaj, i cili të thot, o Fatmir, nuk do të lexoj ma, sepse ta njerëzit po më shohin tek po qeshi, e po kujtojnë se jam i marrë. Më ka null shumë kështu, shumë, unë kam çuditërisht edhe në përreth e tjera shpërdoshëm, që kam miq në Facebookut, i përshëndesin tonë po dish diskutim me ata, gjithë, edhe më thonë, më bate përshqive një nga Elbasani, ishte i mësuse, edhe thot, po jam, thot, tash në autobus, thot, edhe lashtet kokrën e namit. Se disha se ja ishte nga Elbasani, thot, po për që? Thot, se ka këthy ton autobusi kryt me mu, e nuk e din se unë jem të qesh këthet me ty, unë këto vetëm të po, po më shaf o hapi profilin ku shaf për Elbasanit. Mësusi ishte letërsijet, edhe i thëmë, po mirë të Jakub, tanë se unë shkruj, jo po qëllim dialekt shkodan, së më di me shkruj letërë, normal e mund. I thëmë, po të Jakub, tanë këshu, dialekt në shkodan, po normal, thëtë, për atë qesh, thëtë, nga që i shkru, thëtë, në dialekt shkodan, e kam kretë për asysh, thëtë, a më ba qefi, më të shi ishte vlerësimi madhë një për Elbasanit, lash nëmë, thëtë, aty në autobuse, unë edhe kuptan dialektin shkodan, shumë më kanë thonë që kam marrë, kanë tentu 1-2 herë me këthyshën letarë, me që i më banën shumë miqë, mirë banë, batuta rreth vetëm shkodranë që me mojtë edhe shkodranë. E si ishte ajo pura e Sultiashit, t'ju ngrite herët, e pe aty, hangre mirë, u fut edhe një herë në shtrat dhe kur u zgju gruaja tha, unë këtë deshta me tretë se më karan tokë. Unë kam pas shumë historina kështu, se unë jam si e thojnë në Shkodër si gjullimi. Qohem natë, po kur qohem natët, bajt batardin. Edhe më nollik jam me Siltjaq, shaf aty në balkon e kishte qita ja, nusja, aty, ty fute mund bip. Kjo paska qenë e vërtet? Po, kur thet, qëtë ja, por zotën thet, ku është situatë të menu se e kena halë. I thëmë vete kam hangë, unë keni lanë. Po e koran tokë, më e lash për me të e nesër. Ose ka ke një histori tjetër, kja është shumë e vërtet. Dhe me baklavin. Qohem unë e natën, të shi ka ke në vonë, para viti 3. Qohem natën unë, ja fos aty shafat të pësin e baklav, bip, shpet, se ta një shalës po më dzojnë, se lash namë. Ja fos 2-3 ka lepa, dhe fëp, por që të gërë, thët, por zot, ku i ka donë me në kresë që i ka hongër atë baklavin Balkan. E tha, ikëm dhe nëse unë e kam hongër, pa jam ton njerëve, i thamë. Pëse mërë me njerë, duket në kora Covid, i thamë. Pëse mërë, se ishte po apik shjet, unë halo se kam përflu më. E pashën se kështë përflu, po, dojshë me kalu në... Pra, edhe ju si familje, e për cilni humorin? Tash në përgjësi të familja jonë, ka kënë nana ma tepër që ka pas shumë, baba ka kënë therës, se me thonë ka kënë i Pra trashigoni humorin e familjes? Nuk ka në Shkodër, besaj se ka ndaj, që nuk e ka një familje një mod tepër të zhvillum,
kurse nana ka kanë shumë. Nanat ka dekun u mlatë aty me grapat, u boshin tonë ata gratë e pallatit aty, bishin dekun për nos, në arrishin tonë të ndëgjë. Allah, si duket kja, ne kanë. Ju që herët e keni vënë re tek ju këtë ndjesi të bukur humori? Po, unë kam kanë, ishim fëmijë, ka pa, normal që të e mojnë në shpinë e pionierit, ishim ardhe patarë Gzim Kruja, mjeshtër i malë, profesori jemi parë, si thëmë në postarmet, edhe patarë në për shkolla në patë mladhë, edhe u mladhë aty, tonë atë shkollat aty, u bëni 50-60 me qakojta jone, na hypin s'ken, edhe mu mdavi në vedi, na davi 3-4 vedve, mu mdavi, mirë punë shumë spikata aty, si që duket, ishim, ata si fëmija, ma të eper, vzdishim si që e mashim, edhe punova me Gzimin une rreth 4 vjetë. Masananën, e ishte mësues atje në shkollë atje në Shtëpi Pionierit, masananën ishte klubi i rinis herët e Vigut, ka pa kanë liku. Çfarë pune tash? Edhe fetar dhe mjeshtër i pati janë pa rritëshem këta Gjosho Vasia. Edhe na pavi ne tanë fëmijëve, thamë, belesi tash e mojnë me tha, njëj djali një ty, njëj me pantalona me harna. Ishim, ashtu, a djali thë me pantalona me harna, thët, ma dojnë vedi. Edhe shkohone të klubi rinis, por më futi baba në punë. Edhe unë prej. Pra që unë si duket kisha. Ju që atëherë keni fillu me kuzhinën, apo keni pasur disa punë të tjera para? Ja, unë ka përnu me fjallë, mas 90 unë shkova në Itali, aty rash në kontakt me kuzhinën, edhe qysha të esë ndohë, ishte mrekulli, pavarësi sa është zanat i loshëm, sa që më thojnë të punë, sa mirë të bjenë më me qesh, po që kene me bëmë, në shkodonë të ko, si ashe e shperë në bëjë humor. Po ju shoqëron edhe gjatë punës, pavarësisht lodhjes, apo? Po nuk ka... Bëni humor me kolegët e punës? Po nuk ka detaj që mu më pështan. Shi punë se është naturale, është e lidhëm me... Po nuk ka detaj që unë nuk lëshaj batuta. Allah, tata që i kënë hinët vorbëllën, po kalën dita, kalën unë, kur kina ditën e pushimit, thojnë, ha, kena në e tonë kështë, thojnë. Së më e thojnë, pa ku dinë, kur mungan të... Pra jeni motor, jo vetëm i punës, por edhe i humori. Jam shumë energji, kam shumë energji, edhe qlirej këte, edhe më vjen kretë një që qlirej në nënën pozitive me qëtë mi që, edhe kur kena këshu ambjente familjare një e tjetën, jam protagonisti, ashtë po disket. Po mirë, pse keni zgjedhë një personazh që shpesher e sillni në pozicione të ndryshme? Ajo është një bjonde. Keni parasysh ndonjë një person të veçantë, apo i keni atribuar kësaj bjonde shumë cilësi që mund t'ja veshni? Bjondja është simbolik në humorin botnor. Në fjallë, si që është polici, që bëhet humor me policin, bëhet bjondja. Të që jesë bjondet janë të... Kanë diçka negative. Negative, por se shumë kanë bëhë këte pyetje, bile një Aida, ashtu... Ishte revoltu i dit, aje e tote në Amerikë, edhe më thëtë, po mirë më bëthet, ti asë mjef asë më di në një, ku, e thamë, shiven. Alla pëse për kjo është me bjonde? Pa bjonde të janë e thëmë vetë asë unë i du fort në kuptimin e mirë. Të paraqitjes. Të paraqitjes, unë kam edhe grunë bjonde. Pra ndaj e keni grunë që i pranon të gjitha. Është problemi që bjondja është simbol i humorit spontan. I humorit spontan. Për shembull, ka pak një, po ta them prapë me bjonde, me që më fute në shtek. Tu i thonë shoqë, a dhe marrë me ba palestër? E thëtë, kësoj bjondes, thëtë kja bjonde. Jo, mëse ka marrë vesh të i thëtë që kja palestër javën e parë dhe më tonë trupi, kështu që të bëvi javën tjetër. Edhe, po, bjondet të kenë me pakicë,
Se Bruna është e mushën. Rasa shqiptare është... Pa tu ke në pakic, me fjallë gjuhen. Pëma që ka kokra gjuhet. Pra, ku di unë është se humor në anglisë bëhet shumë. Humor në angli me bjonde. Edhe se ka në gjanët abstrakte me fjallë, ka në vesh aty, të shika me, ta ke prasë si puna policit, si puna që i me që ndikur... Po ju zgjedhni të bëni humor shumë të pranueshëm. Asnjëherë që, domethënë, gjallëmëri, gjallë inate, Jam shumë i kujdesshëm. Duhet të kesh kujdes. Jam shumë i kujdesshëm. Edhe me moralin e humorit, që ai mos jetë banal, po përkundrazi të jetë të përcillet bukur dhe mirë tek publiku. Jam shumë i kujdesshëm këtë faleminderes për pyetjen, edhe që më futen te temë. Lexoj shumë shokët mi, miqë një e tjetën, që normalisht gjithkush ka stilin e vetë humorit. Unë kam zgjellë këtë stil. Unë kam zgjellë këtë stil, jo banalitet, as nuk e qenë e përmend. Jena gjithna miqët e to. Unë kam kënaqësi kur më thonë e lexuar me familje. Pra një humori për mua është i bukur kur lexohet familjarisht. Që nuk vjen siklet as me vajzën, as me djalin, as me gruan, as me kunaten, as me vjarren. Pra, një familje lexon një batut Fatmir Bashtit, atëherë unë jam krejt okej. Nuk diskutohet fymje, as nuk e as nës edhe një. Të ty thash jam i kujdesshëm nga ana politike, jo. Ana i qik nga ashtu jam opozitor me çdo qeveri. Se këta kështu është humori. Humori duhet të godash. Ka disa që nuk e kuptojnë, por unë kur kanë këtë tjerët, kam ba humor me ta, tash janë ta, humor me opozitën s'bo, se tash s'keqa pa se ata janë pasiva në këtë moment. Por ti do të godasish një fenomen që... është i prekshëm. Po pra, që po na drejton, po na ashtu, ai që drejton ka defekte. Ata defekte mundona me ashtu, pra, unë nuk kam ndonjë preferencë, gjithkush ka preferencat e aty, por në Facebook... Nuk e shpreh. Pa nuk e qa zgjidhë, në Facebookun nuk mundem me shkru mo asë edhe një gjë personale se ko morë tjetër drejtim. Po sa bukur është që ky humor shtrihet, edhe si ato rrathet koncentrik për hapet, edhe dikush tjetër të thot edhe një element shtesë, bën edhe një humor tjetër. Komentet e herë bëhen shumë të bukura. Pra, e pasojnë humorin, kjo është diçka që... Pa kja shkodra. Kja shkodra si nështë të ilëshën një batut aty, edhe shumë të tepër pësërohet prej miqve, që dhe me thonë atë, që të fillim, të ka gjithkush humor. Edhe që më tepër, kër e fut faqen në këte drejtim, që do të mledhen një ata që kanë humor, një ata që e koptojnë humorin, që Shkodër janë me shumë isëm për njëtë, kanë biznese njën e tjetër, nuk i kanë, ka që një kësa saj ka mund. Pa humorin e dojnë Shkodër. Asta është shpirti, është ajo që t'jep një impuls të mirë. Unë e kam fillu në të partë, për mas me thani pari që kam shku humor në 2000, unë kam halo batuta që e kam gjetë tashmo në fund një Facebook, me kishe harru paswordin në fillim, të 2009-ës. Sa kanë dalë ata. Batuta që janë katë, por që miqët e mi më thoshin, fillim thoshin, sa mirë s'vjen zorë, ma fatë mirë me shkru. Mirë, po tash një ata miqë janë këthuj tash që mundohen me bo Allah ta humor, i thëmë, a shë sa mirë është, i thëmë. Se gjithë kush ka të profilin e vetë, po me fjallë, me të në të thuj dysh të bo selfie, të bo njën e tjetën, pa qa nëzjerë për asoj, shaf, aty e kalaj, kurse për një batutës, për asoj, ma ka e kërën një bëseshje. Edhe unë jam super i knoshën që kur da qaltuar për këtu. Ta kanë njërës, po, unë të i thonë si një, i qesh vetaja, pa është knasi për se e ke i kriju atë fizionomin vedit. Gjë e mrekullueshme, keni menduar ndonjëherë t'i mblidhni gjithë këto krijimet tuaja dhe të krijoni një botim, një libër, ose të jeni në proces të mbledhjes së këtyre, apo ju i shpërndani falas dhe të gjitha këto janë investime tek të gjithë ata që ju ndjekin? Unë këtë tyten që thuti e kam pas parim. Mirë po të shi, gjithmonë edhe më thoshin, thot mirë po pëse si bëtonë, pëse se është
pse nuk i shet tash si përfundim. Edhe ata miqtë atje në Tiranë, po janë disa batuta shumë se ka shumë s'ka shkru me vjetë shkrimtarët mëj. So ke shkru vitet tona, po shua si ditë. Edhe i thëmë, po mirë, mas mi pa butu. Kush më kishtë njof mu? Që i kishtë bojtë aty, dhe që atash i kishtë ardhi ditë, i kishtë butu, në përshojmë se sa lexojnë libra. Kishin lexu libra 10 vetë, 15 vetë shkodu, ka që kishtë e me të e punë. Më kam bërë shumë mirë për mendimin tim. Tash i ka ardhë një moment, që është gjëna, bile është kja vajza malla, është ma të e për iniciatorë, dhe do me t'im lau bab, të në dash bënë qatë dush, do me t'im lau tana, që ki thonë, që ki shkru, që ki donë në për intervjisën e vështu, edhe me e bërë një libër për ty. I thëmë, falem nërës bojnë e ju, i thëmë, s'kam lek për e të punë. Kam bërë humorit. Ja me overdraft. Overdrafti. Dhe për po dali prap të kja, ka shkruj unë këshumë, kishë shkruj një prej Kanadohet, është i miki mirë jemi, që faktikisht në si njafë këshu shumice, ne, por shkrujmë shumë, edhe më shkrujnë, më thëtë, a ki gjo nevoj, më fatë mjë se shafë se duke si i ngusht, po i thëmë, po jo më rëlloj, unë bëj humorit, thëmë, shkruj. Unë jam më i pasur i gjithve, që ju gëroj të gjithve mirësi. Po unë shkruj për Fukardhekun Shkodrën, për gjithësi, aja është që më të razën se është gjena këj popull i mrekullushëm. Haj më gjena të si këj popull, mas të kishtë këtë hallin e Fukardhekut, se që do të shpërthete. Qarë humorit bëhet të qysh se hinë nodin një kafe, një ambient aty veç batuta në gjënë, me gjithë të halë që i kanë. Po, sikur mos tjetë halë që është i anë rejemja, o zëti shalë nuk i shaf as ke kënë me halë, por halë maj madhë është ekonomia në Shkodër, është shumë për to. Të kënë ekonomia, se kur me në robi se po ta myllë mujnë, atër nuk vime qesh, e normale e punë. Kështu që kja është i brengë e malë e jeme që Shkodër të ecin ekonomikisht, që mas të dhamin kryti më kërë kur s'muresh ku s'ka me që me i ble i laqit. Edhe është qëtësi shpirtnore, besoj, kur je qetë në shpirt atë linë humorit, linë ajo, si e thoi, kur e ke gjepin plak. Në fakt, ashtu si që edhe të tjere të thonë, humori është i pari njerëzve serios, që do të thotë se nëse dikush bën humor, a i prek në ato anë, në ato nga njëherë dhe skuta të erta, ku shumë kush nuk guxon të shprehet, por me një detaj, me një motiv që e gjen, përpiqet që atë skut të pandriquar të shpirtit të japësh një dritë të bukur humori, në mënyrë që këto sfida të din të kalohen edhe mirë, edhe pozitivisht. Kjo është vlera shumë e madhe që ka humori. Po edhe ma për para që i ka këtë që unë jo gjithmonë kam humor në vetë vete. Robi reflekton për tema, sidomos se ishte të thashe edhe ishte tema pandemisë, është i shok, i malë për gjithë. Ishte e ranë me unë në shpije, po ditë virusje, në thoshe me humor armiku, me lëderë se me në vjene i shetan armikut, ka më rujt e ka më ashtë armiku i pa dukshën këte, armiku pa dukshën më ne, por janë të në që të nekojnë psikologikisht, që të vrasin, që të mos në në dërë sa po zgjatë kja pune, si po në dele ku po hajme, ku po bajme njëne tjetër, se në fillu me dhe me hangër mirë. Më thote po hajza, mërë po, thote, më mirë këna hangër në pandemi, se ka shumë në karantinë, se sa të që dollë me morë rogë, pa morë bobi, thëmë pa. I kena shpinzu të në forcat aty, Allah hangë ata ditë të pora, thëmë, pa jarmik, po të vinë mërë për një më horë, të hangër njëna të pim jena, o knashme. Mirë, po e dhe mrapa më sa. Në gjenë... Se jena njës veqër, pra në ashtu, por po se kalove këshu, në sportivitet, po se kalove me, se nuk fitan gjohë. Nuk fitan gjohë është problemi si ka thonë e lene pijen, i ka thonë, pse pinë? Ka thonë, pimë se kam halë. Ka thonë, po lene mërë se s'ti zgjidhë rakia, halët, pas qumë shti mërë s'ti zgjidhë halët. Që me pi qumë, që që duhet me i kalu si, duhet me i kalu, vetëm kesh njëra besaj, që na ka falë zotin në Shkodër, me knu, me qesh.
kaq. Na kena më fukara, kena qesh gjithmonë me i dojre, jena më lavë, të shpi baba, na kon dojnë damar të vëndit, kena binë logjen, po ka kënë tjetër lezet. O rritme në të ambjent, që ku me marë ma dhe një herë, se të të shirojnë me po një tjetërin, jeta po bëhet sa më shumë individuale. E kam vlonë 50 metrë ma nënën, edhe nuk në ta kanë më po, ajnë punë, është jetë shumë intensive, sot atëherë përmend kena kënë fëgra, pa kena pasi dashni të pastërt. Kena fjetë të tezët, të agjët, të halë, sa të rrezik mi po, në rrugë nuk i njef. Se kështu po rritet kjo brez, në kena pas afirmitetin, dashnin, kena në gju batuten për filanit mësë nej, që dalin prap të humori, po ku mos me dal me këtë plejot artistash, me tonë të gjigonda koloza që konë dzerë Shkodra, që i ka lajtë gjithë Shqipnia, normal. Fillu në ta në banosh, Paulin Prek, Zilihami Lët, Besi Nori, Sevdet, Gjoshu Vasi, pa fonsi artistash, të vësh, nuk e di, se si mund është me dalë në ryshe. Mirë, vërtet unë ndje një jo thjesht kënaqësi për të komunikuar me një njeri të humorit, por edhe respekt për vlerën që ka humori në gojën tuaj. Nuk po ju kërkoj një humor, sepse humori nuk bëhet me buton, apo ja? Po. Nuk mund, situata vjen natyrshë. Skënder Sallaku, mjeshtri mall, po më falë se të nërprejma, Skënder Sallaku ka pa lanë një diçka të bukur, isha në plash. Edhe vjen një burr në plash, në Durrës atje. Vjen një burr me një fëmijë të vogël. A thotë, "O, Skënder Sallaku, a do ma bë i çik të fëmijën me qesh?" Nela thëtën, plash ishim. Thëm, si të me bë me qesh? Do ma bësh me qesh? Thotë, po, që punon ti? Unë më rëngës, apo më bë një raftë? Po jena plash, në këtu. Po atje pra, da situatin, da në vendin, momentin e me shpirtin tuaj të mirë, të humorit, të kënaqësisë, të dëshirës për të ndjerë pozitiv në një fillim dite. Natyrisht mesazhi juaj është me shumë vlerë për të gjithë ata që po na ndjekin. Tash, mesazhi jem është qeshim sa më shumë. Këtë shpirtër të gëzum sa më shumë. Jo Shkodër, që me fjallës nuk diskutohet që se në rrej me Grekan, por në gjithë Shqipnin tonë, që është shumë e vogël, por shumë e dashtën për tonë. Ne kuptojmë se sa dashtën është Shkodra, edhe Shqipnia vetëm kur ikum jashtë. Por është i dashni, pa kufi, unë uroj i herë që pajna i herë jeton. Me që përshuim brezi jo në pak si fështirë, por tëtë brezi që vjen, tjena me gjithmën krenarë, që jena shqiptarë, po krenarë me lek, krenarë po lek, me fjallë që të forcuna si kam, forcuna si shtetë, të menojnë i shala këta politika ndikur edhe për shtresat, se është gjina, këtë popull është popull i mrekullueshëm, është gjina me meqë, sidomos Shkodra, në këtë gjani është katastrofë. Është gjina, unë kesh në, nuk di, du me po Shkodrën, ma një se so gjithun për njerë ishte shojnë se... Me gjithatë, ai humor që është motori shpirtit të shkodranit dhe që ndizet pikrisht nga humori juaj, nga pasardhës që komentojnë pastaj, është vërtet një ugur shumë i bukur për një ditë të mirë e të mbarë. Po inshallah, besoj Paulin Selimi i mall, shkrimtari i mall shkodran, thotë një diçka, Shkodra është iceberg. Shkodra është si puna icebergu që i shifet vetë maja, fundi është pa dyshim shumë i madh. Shpresoj që asë nuk e vend dyshim që Shkodra ka shumë talenta, asë për humor po në gjitha fushat, unë i shef të rinjën e soda, vjen mirë që mjekun, se kam shumë mjekësa të ri, që la diçka, më kare që të ketë një indicje, e ka thonë Fatmiri, se ka thonë Fatmiri, shërënci i kosë, unë s'kam e ckur për emin, për ashtu, vetëm që të mesin që i kja Shkodrane. Ashtë shumë e bukur. Është shumë e bukur të dhurosh njerëzve mirësi në shpirtit me plot humor. Unë edhe në emër të
atyre që na kanë ndjekur gjatë kësaj bisede. Ju falenderoj pafund për shpirtin tuaj të bukur të humorit, për atë që ju e dhuroni falas, plot mirësi, dhe që pasohet më pas me të tjera humore, por me duar trokitje, zemre për ju që ju dhuroni kaq shumë ndjesi të bukura. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe unë, edhe sinqerisht, të thasha para misionit i një ikone gazetarisë, nuk të thamë të thamë sinqeritet te, në rritme me zonin të përka shumë si në libres, edhe ju rejtë gjithët mirat, ju si staf, jeni të mrekullueshëm. Ju falenderit juve. Ju falenderit që na dhatë këto impulse të bukura dhe pozitive e plot humor për ditën sot. Falenderit. Falenderit edhe juve.